Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e radio-televizionit të Korçës me një tjetër mik, me një tjetër të ftuar. Kam kënaqësinë që për herë të parë të flas për një njerëz të jashtëzakonshëm, i cili për fat keq prej vitesh tashmë nuk është më as pranë familjes së tij, as pranë shoqërisë, miqve, të afërmve, institutit të folklorit për cilin ka punuar për shumë vite, por është me fat kjo familje që ka pasardhës që din të ruajnë me shumë kujdes, me shumë përgjegjësi arkivin e vyer, po jo vetëm, por edhe din të sjellin me shumë kujdes gjithë pasurinë e madhe që ka një familje. Sot do të flasim për herë të parë për Koci Zdrullin, folklorist dhe etnograf, për të cilin me të drejtë Pandi Zdrulli do të shkruante: unë nuk kam njohur një njeri që jeton në lartësinë 1350 metra mbi nivelin e detit, me 5 klas shkollë, që di 3 gjuhë të huaja dhe di se ç'ndodh në kohë reale përtej oqeanit deri në kontinentin e largët të Amerikës. Sot do të flasim për Koci Zdrullin me nipin e tij që mban dhe emrin e tij, Kostika Zdrullin, artistin ton. Kostika, mirë se erdha. Përshëndetje Eriona, falenderit për ftesën, falenderit për idenë edhe për fjalët e ngrohta, të cilat ai i meritonte që t'i dëgjonte kur ishte gjallë, por ende i meriton që të kujtohet nga të gjithë ata që e kanë njohur, por edhe nga të gjithë ata që dëgjojnë për të. Ne do ta ndërpresim për pak momente bisedën, sepse kam kënaqësinë tani të ftoj në një lidhje të drejtë për drejtë nga Italia Pandi Zdrullin. Pandi, faleminderit që pranove ftesën dhe që na u bashkove në këtë bisedë. Kënaqësi. Pandi, ne në fakt gjatë bisedës së sotme kemi patur kënaqësinë edhe t'ju përmendim në fakt, po në fakt të flasësh për një njerëz si Koci Zdrulli, pa diskutim që duhet ta njohësh mirë jetën e tij, po mbi të gjitha të njohësh gjithë punën, angazhimin e tij dhe është natyrisht një kënaqësi edhe privilegj ta kesh një personazh të formateve televizive. Natyrisht ju keni një lidhje të ngushtë, lidhje gjaku, po përtej lidhjeve farefisnore, kush ishte për ty Koci Zdrulli? Përveç si që thatë edhe juve që ishte në xhaxha im, Koci Zdrulli ishte një njeri tepër i veçantë. Mbi të gjitha do thoja ishte një njeri shumë i zgjuar, një njeri që vetëm duke dëgjuar radion arriti që të mësoj disa gjuhë të huaja, mësoj italishten, mësoj greqishten, kuptonte edhe anglisht, biles edhe herë mbas here kur mbajmend edhe kur vinin të pakët emigrant dardhar që ishin në Amerikë, komunikonte me pak fjalë edhe me anglisht. Ai ishte mbi të gjitha një njeri që kishte vizion dhe kishte dëshira shumë të mëdha. Dhe mbi të gjitha puna, mund të thoya gjigande që ka bërë ai për mbledhjen e folklorit të gjithë zonës, jo vetëm të Dardhës, por të gjithë zonës, quhet e Volli i Sipër, është një punë kolosale që sot rrallë e bën njeri, nuk besoj se do ishte e mundur që dikush të përkushtohej ashtu siç e bëri ai për të grumbulluar atë pasuri të jashtëzakonshme që gjithë zona ka. Edhe ëndra e tij ishte dhe më në fund u realizua që donte që ta shikonte të botuar punën e tij, nga shumë vështirësi dhe nga shumë përpjekjesh u arrit që të botohej, pjesërisht sepse puna që ka bërë ai për grumbullimin e folklorit është, çfarë thash, është voluminoze, akoma kemi dorëshkrimet e tij si pasuri e familjes tonë, të cilat me shpresë që do t'i bëjnë të mundura që të vijë në dispozicion të publikut, po ishte vërtet një njeri fantastik, një njeri shumë i zgjuar, shumë me pasion, me kërkesa, pavarësisht vështirësive të jetës edhe kushtet të cilat kaloi aso kohë, po
ishte tepër i veçantë. Pandi, në fakt, ju sa po thatë që rrallë sot ka njerëz që merren me mbledhjen e folklorit. Në fakt, ju siguroj që ka njerëz që punojnë, por në kushtet në të cilat ndoshta Koci e bëri këtë punë, dhe për vetë faktin që ai nuk kishte një arsim të mirëfillt, siç mund të ndodhë sot me njerëz që i përkasin botës akademike, natyrisht që kjo është për të vlerësuar, edhe pa diskutim që në këtë rast me të drejtë do ta konsiderojmë si një fenomen, edhe për shkak të faktit që ai nuk e njihte në mënyrë të mirëfillt metodologjinë e mbledhjes së folklorit, megjithatë atë e ka bërë në mënyrë më të mirë të mundshme, duke patur besim vetë instituti i folklorit ka patur besim tek ky njeri. Po a mendon që Koci është vlerësuar mjaftueshëm për këtë punë voluminoze, të jashtëzakonshme që ai ka bërë edhe kur ishte gjallë, po edhe pas vdekjes, sepse në fakt figurën e tij unë personalisht e kam njohur nëpërmjet rrjeteve sociale nga iniciatorë që vinin nga fshati Darth me cilët ai kishte bashkëjetuar. Shiko, mendoj që nuk është vlerësuar aq saq ai e meritonte. Si më përpara edhe më mbrapa, sepse siç e tham, ajo punë që të cilën e bënte në mënyrë krejtësisht vullnetare, as nuk paguaj për atë që bënte. Ishte pasioni i tij, dëshira e tij që të komunikonte me njerëzit e gjithë që takonte dhe sa po dëgjonte në një nga këto vjershat apo tregimet e folklorike, menjëherë merrte penën apo kalemin edhe i regjistronte, i shkruante të gjitha këto. Mendoj që duhet vlerësuar akoma dhe më tepër për atë aktivitet të jashtëzakonshëm që ai bëri. Unë mbaj mend, mori pjesë një herë dhe kishte atë fotografinë e tij me Zini Sakon. Zini Sako aso kohë ka qenë drejtori i Institutit Folklorit dhe mori pjesë në festivalin e Gjirokastrës, edhe është në fotografi ngjitur me Zini Sakon, edhe imagjino siç ishte ai i mençur që i bënte këto dicitura poshtë fotografisë, thoshte ja dhe pak nga lavdia ime. Ai meritonte akoma dhe më tepër lavdisa ai, domethënë mori pjesë në një eveniment që ishte festivali folklorit edhe krenoi që ishte atje. Kështu që mendoj që duhet folur më tepër, i duhet dhënë ajo jo lavdi, po merit për të cilën ai e ka plotësisht të merituar edhe duhet të njihet akoma dhe më tepër puna që ka bërë. Absolutisht. Ju keni ulumtuar për jetën e tij. Ndoshta disa të dhëna mund t'i keni marrë edhe nga babai juaj, pra nga vllai i Kocit. A ka diçka ende të panjohur, të pazbuluar, të paktën për ne që edhe për një pjesë të teleshikuesve që nuk e njohin ose dëgjojnë për herë të parë për figurën e tij, a ka diçka ende të pazbuluar në libra, ndoshta në mjediset e ngushta familjare, një peng i tij, diçka ende, një amanet i paralizuar? Mos gaboj, amaneti i tij i paralizuar ishte se ai nuk arriti ta shikonte kur ishte gjallë librin e tij, në mos gaboj. Kam iden që ishte kështu, ishte ëndra e tij që ta shikonte të botuar, më vonë u botua. Biles mund t'ju konfirmoj që dhe një kushëriva jonë, domethënë që aso kohë punonte mos ka bërë në Akademia e Shkencave, një kopje e këtij vëllimit folklor nga Devolli Sipër është e depozituar edhe në Library of Congress në Washington, në Akademinë e Kongresit të Amerikan, gjë që jep edhe atij atë, domethënë meritën e padiskutueshme që kishte. Ka akoma letra, dorëshkrime të cilat mendoj që akoma duhen rishikuar, duhen parë dhe duhen bërë të botohen. Që them edhe një fakt tjetër, të gjithë e dim ne të niprit e tij, po edhe moshatarët e tij, ai kishte kalendar nga këto standard që ishin aso kohë, të mëdhenj që vendoseshin në mur, edhe atje shkruante çdo gjë që ndodhte në Dardh apo në botë. Domethënë që kur shkruante ujku çau një dhi nga propasi apo një dele sot, edhe ngjitur me atë mund të lexoje, Nixoni
viziton Kinën, u prish dhe bota. Do më thënë, ishte një njeri që vëzhgonte dhe dëgjonte gjithçka. Çdo gjë e përcillte në kohë reale. Në kohë reale, çdo gjë në kohë reale. Biles në një moment caktuar ju e dini mirë që Teodor Laço, ne kemi dhe Dardar, e ka përmendur këtë fakt kalendarët e famshëm të Kocis Drulit, edhe në një nga librat e mos gaboj të Teodorit përmendet ky fakt i kalendareve të tij. Ato kalendare ishin vërtet perla të veçanta, sepse çfarë nuk lexoje, çfarë nuk shikoje. Pandi, unë nga Kostika ka mësuar që Koci ka lënë një pasuri të madhe, një arkiv të pasur, i cili natyrisht sot ndodhet në institucione shtetërore. A ka ende pjesë të arkivit të pasbuluara, të pahulumtuara? Ka akoma. Një pjesë besoj ka Kostika, ne kemi akoma një pjesë të këtyre dorëshkrimeve të tjera, të cilat duhen pare, duhen rishikuar. Unë, biles mbaj mend kur ai ndroi jetë në mes të dimrit, ka qenë një dimër i ftohtë në janar, edhe ma kishte lënë një farë mënyrë edhe si amanet këtë duhet ta them, që më thoshte gjithmonë, Pandush, gjo këtu, kur unë të mos jem, të lutem, do vish, do t'i marrësh të tëra këto dokumentat që kam unë, edhe do t'i sigurosh dhe në fakt, e kam bërë një gjë të tillë, pastaj i matë është marrë jashtëzakonisht shumë, se dhe ai e kishte pasion këtë punë edhe një farë detyrimi edhe familjar kundrejt xhaxhait ton apo vllait të Timeti. Edhe këto dokumenta, domethënë u morën, i kemi, një pjesë tash i ka Kostika, kam edhe unë në shtëpi akoma dokumenta të tilla, të cilat e mira është që gradualisht të shikohen, po është një punë kolosale, se çdo gjë është e shkruar me dorë mbi të gjitha. Nuk ka asnjë gjë të shtypur me makinë shkrimi. Që do thotë të gjitha janë pjesë të mbledhura, e kuptoj, kryesisht kanë bëjë me folklorin? Me folklorin, me traditën, me kulturën, me këngët. Që janë të pabotuara diku. Ka dhe të pabotuara akoma. Të pabotuara. Shpresojmë që ndoshta një ditë ju të bëheni bashkë dhe t'i krijoni mundësi edhe gjithë atyre që e duan folklorin e Devollit për të njohur këtë pjesë tjetër të pazbuluar të punës voluminoze të Kocis Drulit. Patjetër. Të falenderoj për këtë lidhje dhe për këtë ndërhyrje. Ju falenderoj edhe unë dhe ju përgëzoj edhe për këtë iniciativë që keni marrë për të vlerësuar figurën e xhaxhait tonë Kocis Drulit, e cila është vërtet që jep një farë mënyre edhe Dardës një këngëtar veçantë. Kocin e donin të gjithë, Koci me kitarën e tij në shtëpinë e tij mblidhte çdo që kalonte poshtë balkonit të tij, dera ishte gjithmonë e hapur, ishte një njeri që e pëlqente shumë miqësinë, shoqërinë, Dardën e ka dashur jashtëzakonisht shumë, edhe aty e kaloi gjithë jetën e tij, kështu që më bëhet qef, ju përgëzoj për iniciativën. Faleminderit. Emision. Faleminderit. Kishim në një lidhje të drejtë për drejtë nga Italia Pandi Zdrulin, nipin e Kocis Drulit, për pjesë e kësaj familje, ne do të vazhdojmë bisedën. Kur e kam njohur për herë të parë Kostikën, kam pasur mundësi ta kem në një format tjetër televiziv, kem folur për një tjetër temë në fakt, dhe atje zbulova që ai ishte edhe nipi i Kocis Drulit, për cilin kisha dëgjuar në fakt në një faqe, një rrjet social, ku shoqeta e Dardarëve ngrinte lart figurën e tij si një mbledhës folklori, po jo vetëm, sepse ai ishte edhe një artist. Kostika, të flasësh për një paraardhës të kësaj familje, të familjes Druli, është përgjegjësi apo një lloj detyrimi moral nga ana jote? Edhe mbi gjitha të ruash edhe një pjesë të arkivit të tij. Janë të gjitha së bashku, sepse është një figurë shumë dimensionale. Kam pasur fatin që ta njoh nga të gjitha ata që e ka njohur, nga mosha të ndryshme, sepse fatmirësisht ai ka qenë një njeri që bashkohej me çdo, të çdo moshe, të çdo prejardhje, me natyra nga më të ndryshmet, me persona nga më të ndryshmet në profesione, në inteligjencë, nga çdo zonë e Shqipërisë. Shtëpia jon
babaje tregonte këtë gjë, shtëpia jonë gjithmonë ka qenë pikë referimi dhe si të thuash, kushdo që vizitonte fshatin nuk mund të rinte pa shkuar në shtëpinë tonë. E kujtojnë shpesh këtë që shtëpia ka qenë e hapur sepse ishte një lloj muzeu, ishte një lloj atraksioni me gjithçka që ai kishte krijuar në jetën e tij dhe me të gjitha veçoritë e tij. Figura e tij është shumë indimensionale dhe duhet shumë kohë, si të thuash, për ta zbuluar edhe për ta shfaqur. Ne ta zbulojmë pak nga pak edhe nëpërmjet një galerie fotosh që Kostika na i ka vënë në dispozicion, që janë pjesë e arkivit të familjes Druli, edhe duke parë fotot, duke njohur pjesëtarët e tjerë, sepse absolutisht nuk mund ta ndajmë dot nga pjesëtarët e tjerë të familjes, atje ku është lindur, është rritur dhe ku ka marrë formimin e parë. Kështu që do të ndjekim më një herë grupin e parë të fotove, e bashkë me Kostikën do kemi mundësi. Këtu jemi në një foto, Kostika, të janarit të vitit 1961. Po, përpara se të flasim për këtë foto, unë dua të them disa fjalë për familjen Zdruli dhe për prejardhjen. Familja Zdruli, origjinët dhe rrënjët e hershme i kanë nga qyteti i Nikolicës, rreth vitit 1821, që është një periudhë që përkon me sundimin Ali Pashës dhe më pas me presionin e madh që bëhe nga perandoria osmane ndaj të krishterëve. Një pjesë e familjes largohet nga Nikolica për të strehuar në Dardhë. Dardha njihet si fshati i rebelëve të perandorisë, dhe dy vëllezër, Pali dhe Rufoja, vendosen në Dardhë. Pjesa tjetër deri vonë ka jetuar në Nikolic, gjithmonë kanë ruajtur lidhjet. Dim që kanë jetuar në Nikolic familje me mbiemrin Zhuli dhe ne nuk e dim kush e ndroi mbiemrin bashkë me Besimin, e ndruan ata, apo ne që u larguam dhe shkuam në Dardhë. Familja ka qenë shumë e lidhur me Besimin ortodoks, shumë të rinj nga ata që erdhën në Dardhë, në moshë të re, shkonin në Malin e Shenjtë, kryen një shkollën teologjike dhe disa prej tyre kanë lënë edhe gjurmë të pashlyeshme në historinë e ikonografisë. Po, tani do të më lejosh, meqense më ke vënë në dispozicion edhe disa dokumente pikërisht për familje, meqense e përmendëm Grigor Zdrulin. Po. Është një nga piktorët më të evidentuar dardhar. Emrin e vërtet e kishte Sotir, por atë e ndëroi sipas rregullave fetare kur u shugurua prift. Ka shkuar në Malin e Shenjtë që në moshë të njom, ku mësoi profesionin e piktorit nga një murk me emrin Makarios. Pra, është pjesë e familjes suaj. Po, është pjesë e familjes sonë, më pas ai ndërtoi ngriti atelien e tij, ku formua dhe shumë ikonograf të tjerë dardhar. Aty u formua dhe vëllai i tij i vogël Nikola, dhe më pas në të njëjtën atelie mori formimin dhe Grigor Hieronomak, ose Zdruli, ose Grigori i Ri. Vlen për të përmendur Grigori i Ri, i cili ka jetuar deri vonë, është i datëlindjes 1885, dhe po e lidhin figurën e tij bashkë edhe me natyrën e Koci Zdruli, që ishte një kronikan, dhe këtë gjë e nis që me dokumentimin e të dhënave për familjen. Nga Grigor Zdruli, Koci në vitin 1956 ka mbajtur shënime të hollësishme për gjenealogjinë e fisit, dhe ku jepen të dhëna të ndryshme, të cilat ne i përmendëm, edhe për priftërinë të tjerë, edhe për gjitha breznit. Jam i lumtur që për disa brezash njoh nga ato shënime, njoh Pandin, Kolen, Konstantinin, Naumin, më pas Pandin që është një brez tjetër, dhe nga Pandi rrjedh familja ku rrjedh Koci që është fëmia i dytë, Maria që është motra, edhe dy vëllezërit që janë më të vegjël, Vasilin edhe Gaqon. Do të më lejosh edhe diçka tjetër të lexoj, një shënim për Spiridon Dunkën, duke ju referuar librit Historia e Polikarp Boçit, të Papa Spiro Zengës. Spiridoni ka punuar si piktor me vëllain e nënës së tij Grigor Zdrulin, në kishën e Shën Thanasit të Dardhës në vitin 1885. Prej tij, në kishën tjetër të Dardhës, ajo e Shën Gjergjit, ishte pikturuar Shën Spiridoni. Ka punuar edhe në Malin e Shenjtë. Nga të dhënat gojore thuhet se Spiridon Dunka dalloi sidomos për pikturimin e veshjeve shumë të bukura te figurat që ai trajtonte.
Në Muzeun e Artit Mesjetar gjendet vetëm një ikonë interesante që mban autorësinë e tij. Ajo është Shën Dionisi i Olimpit i vitit 1909. Mësues të cilët kanë lënë edhe breza artistësh, piktorësh, ikonograf. Po, është kur kam folur me një mik dhe më ka thënë që ke një trashëgimni të gjatë dhe shumë interesante, një trashëgimni shpirtërore, dhe dalim te figura e Koci Zdrullit si një fetar i mirë, as pak fanatik, po një njeri që zotëronte dhe zbatonte virtyte shpirtërore. Këtë gjë ai e ka trashëguar dhe nga babai i tij, Pandi Zdrulli. Edhe Pandi Zdrulli shkoi të studionte në Malin e Shenjtë, donte të bëhej prift, por familja nuk e la. Ai ndërtoi shumë kisha në fshatin e Darës, mirëmbajti shumë kisha, shërbeu si pitrop, dhe e kujtojnë edhe si psalt me një zë të veçantë, një zë kumbues. Që e trashëgoi në fakt edhe Koci, ha? E trashëgoi Koci, të njëjtin zë e trashëgoi vëllai i tij, Gaçoja, fatmirësisht këtë zë natyra ma ka falur edhe mua. Shumë interesante. Ne do të vazhdojmë të shohim fotot e tjera për të njohur pjesëtarët e kësaj familje dhe për të kuptuar edhe lidhjen në fakt që Koci kishte. Këtu është në krah të priftit të fshatit, të cilin fatmirësisht e kam njohur, kam qenë në moshë shumë të vogël, Kristo Raci. Tham që edhe Koci ka punuar deri në mbylljen e kishave në vitin 1967, ka qenë pjesë e korit të kishës dhe ka qenë psalt i kishës. Dhe ka pasur një përkushtim, kam dëgjuar nga babai që në fshehtësi ruante disa libra fetar dhe kryente edhe disa rituale që në atë kohë ishin të ndaluara. Këtu është një takim rastësor në një ditë zakonshme me Koci Zdrullin dhe Kristo Racin, priftin. Kjo është kisha e Shëmpjetrit, që ndodhet në korien e Shëmpjetrit, përballë me fshatin, ku babai Kocit, pra Pandi, ka shërbyer për një kohë të gjatë. Ka shërbyer deri në vitin 1967. Gjyshi më pas ka qenë në korrin e kishës, te kisha e Shëngjergjit, po që atje është kisha ku ka punuar për një kohë të gjatë babai i tij, sepse babai gjatë luftës ndroi jetë. Kjo është një foto shumë e rëndësishme për familjen tënde. Aty pothuajse janë të gjithë përmbledhur pjesëtarët e familjes Zdrulli. Është një fotografi e vitit 1952. Në këtë kohë Pandi Zdrulli kishte ndëruar jetë. Këtu është familja me nënën e tyre, Fotinin, ose Fota, siç e njohin. Është Maria, motra e madhe, Koci, në krah është Vasili me bashkëshorten e tij, dhe në krahun tjetër është Gaçoja, vllai i vogël. Edhe fëmijët janë të Marijes edhe të Vasilit. Është një fotografi shumë e rëndësishme, sepse ne do flasim në vazhdim edhe për aktivitetin që kanë kryer, por të paktën atë pasionin për artin e kanë pasur në familje, përmendëm Pandin. Në anën tjetër, Fota është një nga informatoret e para, në të cilat është dokumentuar, që kanë mbajtur shumë shënime, shumë të dhëna. Është interesante kur ka marrë në dorë një nga vëllimet me këngë grariste të botuar nga Lazgush Poradeci dhe të mbledhura në vitet 30, aty përmendet edhe emri i Marijes Zdrullit, që është motra e Kocit, dhe babai im kujton që bashkë me motrën këndonin shumë mirë edhe këngë popullore dhe me ISO. Vasili dhe Gaçoja mësuan kitarën dhe Vasili më kujtonte që në fillim morin kitar, kanë pasur një buzuk, pra si aktivitete kishin në familje. Më pas, Vasili studioi për oficer në Rusi dhe Gaçoja nga kori ushtrisë me Gaçoavrazin shkoi të studionte në Rusi dhe ka punuar gjatë gjithë jetës së tij si baritoni e teatrit, operës dhe baletit. Po, pse Kocit i thërrisni në ustaj? Po, tani vlen të përmendim pak rinin e tij.
Familja jonë ka pasur si profesion për disa breza që nga Naumi, Pandi dhe më pas Koci dhe vëllezërit e tij, profesionin e këpucarit, të cilin Koci e përsosi duke ardhur në Korçë dhe ai thot kujtimet vinë në një mënyrë komplekse. Ai në fletoret me këngët të rinis, krah shënimeve që ka për këngën tangoja e trëndafilave, shkruan e ka mësuar në vitin 1932, kam punuar Çirak në dyqanin e Koci dhe Pandi Kallfa dhe ka mësuar nga Rafail Koçi, antar i shoqërisë Lyra. Mësoi zanatin e këpucarit, nuk e di se si e ka mësuar zanatin e berberit, dhe duke qenë se njihet në gjithë Devollin Gërshera e Ustajt, ku shtëpia e tij ishte gjithmonë e hapur për të gjitha llojet, qoftë për merremetimin e këpucëve, qoftë për rregullimin e lukut, ta themi në këtë mënyrë, qoftë për mbledhjen e folklorit me kitara, me mandolina, vizita nga më të ndryshmet. E veçanta është Kostika që gjyshi mbante në mënyrë të rregull ditar. Po. Gjyshi mbante në mënyrë të rregull ditarin dhe në ditar ai na jep edhe disa të dhëna të tjera në lidhje me rininë e tij. Kemi periudhën e luftës. Aty jepen të dhëna, edhe shtëpia jonë ka qenë bazë e luftës. Koci Zdruli ka qenë shok i ngushtë me Kristo Isakun, i cili është një nga dëshmorët e ateut, dhe në ditara i kujton shokët e tij të rinis, ku i kam momentet si ishte pak para se ta vrisnin Isakun, kishin qenë bashk. Në ditara jepen edhe të dhëna të tjera për jetën e tij në periudhën kur u intenua pas luftës. Këtu del ai karakteri i tij antikonformist, ishte një njeri shumë i drejtë, ishte një njeri shumë i drejt për drejt në atë që thoshte, dhe për këto arsye, si thuash, ai e thotë edhe vetë, pa hetim, pa diçka konkrete, arrestohet dhe kryen një internim për 6 muaj, gjë që i kushtoi, si thuash, shtrenjtë, sepse humbi, si thuash, në një mënyrë aftësinë e të ecurit në mënyrë të rregullt, dhe që pra ndej ishte një invalid. Tani do të më lejosh pak për publikun, sepse Kostika ka sjellë vetëm një pjesë të vogël të asaj që disponon në arkivin e familjes. Kjo është një pjesë e ditarit. Flas vetëm një pjesë. Për shembull, nëse do të më duhet ta hap, i përket vitit 1962. Ditari fillon që në 1946 dhe mbaron disa ditë para se të ndronte jetë. Ktu është pjesa që fillon nga viti 1961. Po. Ju keni mundur pra ta kaloni, ta shtypni, të themi, në shkrimdor. Është një meritë shumë e madhe e Vasil Zdrulit edhe Pandi Zdrulit, që u kujdesën për materialet dhe kam punuar për këtë despend, sepse unë i kam marrë më vonë materialet në dorë, dhe i kam shfletuar, nuk e di, është një lloj enciklopedie e gjithë asaj që hulumtonte dhe dëgjonte çdo ditë. Çdo gjë që ai bënte në të përditshmen e tij, ai e shkruante në ditar. Unë kam marrë 2 fletë dhe prej tyre është burimi i ditarit. Janë 2 fletë të vjetra kalendari, ku jep edhe të dhëna të ndryshme. Çdo fletë që gjente, ai e përdorte për të shkruar. Këto janë fletët e kalendarit. Me shkrimin e tij. Është kalendari të cilin e ruante, edhe pastaj e shfrytëzonte edhe se ishte pak e vështirë të gjejë letër, dhe çdo gjë e shfrytëzonte për të shkruar. Shumë interesante. Kështu që në shtëpi të tilla më ka thënë Kostika gjej shumë dhe i duhet pastaj të filloj të bëj dhe një lidhje, një koherencë me tyre. Ju keni mundur në vitin 2007 ta sillni këtë. Është edhe një përpjekje e zotit Vangjoilo në serinë e botimeve Dardha dhe njerëzit e saj, që të botohej. Nuk e botonim dot të gjithën, kemi botuar vetëm një pjesë, dhe kjo është despensa, pra është projekti se si do ishte e gjitha. Atëherë, unë do të lexoj vetëm një moment të shkurtër nga ditari i tij. Është data 9 prill 1972, e diel e Pashkës. Çomja e la tër ditën, e lektismë, dëgjojmë këngët leksione për Pashkën, zakonet, folklor, muzikë,
qefi popullore, valle, ardhi çomja, e qetha. Ishim në pyll, si atëherë, edhe pandi velos i shprifti, po duket si e paligjshme. Dhe ndërbuz me frikë e kujtojmë që keqe u bë për zakonet dhe për antikat e kishës, u prishën. Ja ka ndërzuar ushtrisë kishën, po dhe unë, me inxhinierët me koçën e çomit, që pam e të shpam, do bëjmë e do fillojmë punë të bëjmë ndryshime. E të tjera, e të tjera. E lexova edhe për faktin që jemi në një atmosferë pashke. Po. E përmendin fshatarët shumë dhimbjen që ndjejnë te koci për transformimin e fshatit, për mbylljen e kishës, prishjen e kishës së Shëngjergjit. Dhe përmendet edhe një fakt, ne do ta shohim në një foto, Sotir Pani, që ishte një 20 vjet më i ri, po që e kishte idhull kocin, përmend një moment, koci për të këshilluar përpara se të vepronte, kishte shkruar një letër për Enver Hoxhën që të mos ju merreshin shtëpitë atyre që i kishin lënë dhe kishin shkuar në vende të tjera të Shqipërisë, të mos shtetëzoheshin sepse ato u kthyen në shtëpi për pritjen e kampistëve. Edhe guximi ishte shumë i madh dhe ai Sotiri tha që unë atë letër nuk e kam dërguar dhe djali Sotiri ma ka dorëzuar pasi ka ndruar jetës Sotiri, e kam lexuar të gjithën për merakun që kishte për familjet, për prishjen e shtëpive të vjetra që nuk do kujdese njeri. Për transformimin që do të pësonte dardhen në atë kohë. E ka dashur dardhen me gjithë shpirt, në gjithçka. E kujtojnë të gjithë edhe për përpjekjet që darda të bëhet turistike, por jo në këtë mënyrë siç u përfytyrua. Meqense kujtuan pikërisht dardharët që e kanë dashur edhe vazhdojnë ta kujtojnë gjithmonë Koci Zdrulin, do të përpiqemi të kemi një lidhje tani me Adriana Stefanin. Ajo nuk është thjesht një dardhare e devotshme, por është një ulumtuese, një arkiviste që është vërtet për të patur zili, ka një arkiv shumë pasur, dhe sidomos kur bëhet fjalë për figurat e njohura të dardhës, Adriana nuk të fal. Adriana është gjaku ynë, mamaja e Adrianës është kushërir me gjyshin, sepse si thua gjyshja e Adrianës, mamaja e Violetës është nga familja Zdruli, dhe nga teta Violeta kujtoi gjithmonë shprehjen gjaku nuk bëhet ujë, dhe vërtet ne, pavarësisht se brezat janë larguar, ne nuk kemi larguar asnjëherë. E falenderoj Adrianën për gjithë kontributin që ka dhënë edhe për Kocin dhe për gjithë familjen tonë, ka ngritur një arkive të saj me materiale të Kocit, me kujtime nga të tjerët, kujtime nga prindrit e saj. Xhaxhiniko e ka fotografuar dhe ka ruajtur shumë imazhe të gjyshit në shumë momente të jetës. Adriana është gjithmonë e apasionuar, ka bërë shumë për ne dhe e përshëndesim sepse e meriton këtë vlerësi. Adriana, mirë se erdhe në Miq në RTS Korça. Të falenderoj e para njerë që të uroj mirë se ardhjen, se ke vetëm pak ditë që je rikthyer nga një tjetër kontinent i largët, edhe të falenderoj që na u bashkove në këtë bisedë për një dardhar të devotshëm si Koci Zdruli. Unë në fakt emrin e tij e kam dëgjuar pikërisht nga postimet e tua në faqen e dardharëve. Çfarë të nxiti, Adrian, që të hulumtoje rreth figurës së Koci Zdrulit? Së pari ju falenderoj që erdhi dita dhe ora që të flisni dhe për Xhaxhi Kocin. Xhaxhi Kocin e kemi dashur të gjithë si familje. Ne kemi një trung familjar, sepse gjyshja ime, që ishte Zdruli, ishte kushëri me Xhaxhi Kocin. Xhaxhi Kocin e kishin vizitorin e parë kur vinim në Dardh. Dëshira e tij ishte që të vinte të na shikonte dhe të merrte të reja të qytetit, dhe të kryeqytetit. Kjo ishte një nga arsyet që më ka lidhur shumë që të nxjerr në pa atë jetë shumë të vuajtur, por shumë të pasur në kulturë dhe traditë të Xhaxhi Kocit. Në vitin 2011, me Kostikën,
u gjendëm të ishim në Dardhë, ishte gushti vitit 2011 dhe Kostika më thot, Adriana, kam gjetur të gjitha shënimet e Xhaxhi Kocit, e gjyshit tim, dhe dua që t'i skanoj. Unë kisha sjell këtu një skaner për të bërë disa skanime fotografish apo gjëra të tjera që kishte këtu familja. Dhe për 11 ditë me Kostikën, kemi ndetur, kemi skanuar me orë të tëra të gjitha shënimet që kishte Xhaxhi Koci. Fletore me proverba, fletore me shënime, flet makaronash kishte Xhaxhi Koci shkret që nuk gjente flet ku të shkruante, sepse vitet në të cilat ai jetoi ishin vite shumë të vështira. Kjo ishte si fillesa e parë që unë bëra të gjithë arkivimin e dokumentarit dhe të gjitha atyre shënimeve që kishte Xhaxhi Koci, megjithëse i dini që gjithmonë bante shënime, por kur i pash me sytë e mi, kisha një tjetër ndjesi që më bëri që më vonë të kem më shumë kohë për t'i vendosur sipas radhave që kishte, sipas dokumenteve të veçanta dhe sipas folklorit, apo kujtimeve, apo krijimeve, apo poezive, apo këngëve që kishte shkruar. Mbaj mend që kur isha e vogël, kur filluam të këndonim këngët në Dardhë, pas serenatave, shkonim gjithnjë te Xhaxhi Koci. Meqense kishte një dhomë, atje priste të gjithë fshatin, të rinj, të reja, ushtarët që shkonin dhe qetheshin, sepse këtu në Dardhë kemi pasur një repart ushtarak prej shumë kohësh, dhe Xhaxhi Koci ishte berberi i fshatit. Kur shkonim te Xhaxhi Koci, ndjenim ishte një ndjesi e veçantë. Kishim me vete fletore, lapsa, dhe na mësonte këngët e serenatave dhe i shkruanim. Shumë vajza ju mësoj se si të bënin dhe kitarën, të merrnin akordet e para, djemt po kishte edhe vajza. Këto ishin gjërat që më kanë mbetur në kujtesë për Xhaxhi Kocin dhe që janë të pashlyera. Dhe në një nga këngët që kisha, më kujtua dhe sot, ishte, dhe ato janë të shkruara në shënimet e Xhaxhi Kocit, ishte ditën që hyri prilli, zë e këndon bilbili, këndona bilbil këndona, dë na zën të gjumi s'gjona, janë fjalët, janë me atë dialektin e fshatit. Megjithatë unë po i them. Dhe vazhdon, o bilbil o zogu i par, fjala jote s'ka të shar, o bilbil ta bëra ben, në ta gjetësha do të folen, do ta marr ta hedh në lum, se na le vajzat pa gjum. Shumë e bukur. Merita më e madhe e Xhaxhi Kocit është që ai në një mënyrë krejt vullnetare, krejt të tijen, filloi të mbante shënime për folklorin që mbas luftës. Në moshën 30 vjeçare, do me thënë 45-46, Xhaxhi Koci filloi të mbante të gjitha shënimet e folklorit. Çdo njeri që takonte, çdo njeri që shihte në Dardhë, apo çdo njeri që vinte nga fshatrat e tjerë të Devollit, Xhaxhi Koci do shkruante në fletoren e tij datën, kush ja tha, si e kishte emrin dhe cilë ditëlindje kishte personi të cilën po shkruante këtë vjersh apo poezi apo fjalë të urta të cilat janë një pasuri shumë e madhe, jo vetëm për Dardhën, por është për të gjithë folklorin shqiptar. Dhe kjo në fakt është e njëjta metodologji që përdoret edhe sot për të mbledhur dhe për të hulumtuar
folklor? Mençuria e Xhaxhi Kocit ishte tepër e madhe, kishte një inteligjencë jashtëzakonisht të madhe, sepse kishte vetëm 5 klasë shkollës fillore në Darë. Por ato 5 klasë shkollë fillore që kishte, nëse do të shikoni amzën e shkollës, se sa mësime dhe sa kishin ata, kishin këndim, bukurshkrim, natyrën, biologjin e të tjera, të gjitha këto, megjithëse ishin 5 klasë shkollë dhe mësuesët që kishin, ai mori themelet e një arsimi shumë të thellë dhe të kulturuar, dhe këto i dhanë atij premisat që të bënte në një mënyrë shumë të mrekullueshme dhe shumë të pasur çdo gjë që bëri më vonë. Ai shkruante për të gjithë dardharët, për shokët e tij të luftës, sepse në vitet e luftës ai e përkrau lëvizjen, u bë një nga shokët e mirë të gjithë dëshmorëve që kemi ne në Darë. Bile, ai ka shpëtuar për fat nga 4 dëshmorët e parë që u vranë në 24 dhjetor të 1942. Po, na i tha dhe Kostika në fakt një gjë të tillë këtu në studio. Po, dhe një prej kushërinjve të tij që u vra atje është edhe Miço Zdruli, sepse familja Zdruli ka qenë një familje shumë e madhe, por familja mbas çlirimit të gjithë ikën në qytete të tjera të Shqipërisë. Kanë ikur dhe në emigracion, kanë ikur dhe në Greqi, kanë ikur dhe në Amerikë. I vetmi Zdruli që mbeti në Darë ishte Xhaxhi Koci. Patën një fatkeqësi shumë të madhe, sepse në 25 mars të 1943, atje ku gjetën italianët e dogjën shtëpinë e Xhaxhi Kocit, e të gjithë familjes, bile Fotinia, mamaja e tij, që ndodhej atje, tha, unë djemt nuk i kam në mal. Ata shpëtuan, mua edhe të më diqni nuk prish punë, sepse unë djemt të shpëtuar i kam. Kështu që ishte një fat i madh që Xhaxhi Koci shpëtoi bashkë me 2 vëllezërit e tij, motra më e madhe ishte e martuar, dhe që atje pati pastaj disa probleme me shëndetin e tij, me këmbën, e cila filloi problemet që në 43-shin u shtrua në Tiranë në spital, e më vonë dhe me të tjera historira që ishin shumë të dhimbshme për Xhaxhi Kocin. Megjithatë, ai vazhdoi të ngeleshej një njeri jashtëzakonshëm, edhe në fakt këtë e bëri puna e tij, pasioni i tij jashtëzakonshëm për folklorin, veçanërisht për zonën e Devollit të Sipërm, ku grumbulloi e mblodhi atë pasuri, që për fat të mirë është një pjesë në dorën e familjarëve të Kocit, po ende e pasbardhur. Xhaxhi Koci iku shumë i ri. Nuk mbushi as 63 vjet. Lindi në 20 shkurt të 1916 dhe iku në 12 janar të 1979. E mora gjithë cerebrale. Kishte një merak shumë të madh, sepse punën e tij e kishte dërguar me kush e di se sa letra dhe korrespondencë në Institutin e Folklorit. Por dikush, duket të ishte Zinisako ai, nuk e premtoi, nuk e çoi deri në fund premtimin që duhej bërë një libër. Dhe kjo i dha një disa emocione jo të mira, të cilat i përjetoi keq dhe një hemorragji cerebrale i mori jetën në mes të dimrit. Unë mund të them vetëm një gjë, nga ç'kam parë nga shënimet e Xhaxhi Kocit, mund të them që gjysma e jetës së Xhaxhi Kocit ka shkuar me shkrimet e tij. Ai vetëm shkruante pa fund. Dhe jo vetëm që shkruante, por ai ka dhe diçka tjetër. Në ditën që ka vdekur, me sa kam lexuar, kur ka shkuar Teodor Laço ndjes pas në shtëpinë e vëllezërve për t'u thënë ngushëllime për Xhaxhi Kocin, ai ka thënë 2 fjalë. Nëse
Koci do të kishte një jetë më të mirë dhe do të kishte një shkollim më të madh, do të ishte bërë një shkrimtar gjenial. Sepse mënyra se si Xhaxhi Koci tregonte kishte një rrjedhshmëri dhe kishte një gjë të veçantë karakteristike që nuk besoj se e ka pasur dikush tjetër në familjen Zdruli apo në Dardhë, sepse ishte shumë karakteristike çdo gjë që ai shkruante. Kishte shumë dhunti Xhaxhi Koci. Xhaxhi Koci binte mandolinës, banjos, kitarës. Kishte një korrespondencë shumë të madhe me të gjithë dardharët jashtë Adeut. Pati fatin që me Xhaxhiani Thimon, një dardhar që ishte në Boston, duke pasur korrespondencë dhe ai duke pritur sa më shumë të reja prej tij, i tha, unë do të dërgoj një magnetofon, tha që të paktën ti incizosh njerëzit që të më dërgosh magnetofonin, shiritat, që të mos lodhesh duke shkruar. Mirë, Adrian, unë e di që ti po të vazhdosh të flasësh, e di kaq mirë historitë e njerëzve të dashur, më të dashur të Dardhës, po të gjithëve pothuajse, kështu do t'ja lëm një pjesë ti tregoj, ti rrëfej edhe Kostika. E dua një mendim pa diskutim nga ty që ke punuar fort bashkë me Kostikën për të grumbulluar arkivin e tij e për ta nxjerrë në pa figurën e Kocis Zdrulit. A është vlerësuar mjaftueshëm ky njeri që ka dhënë këtë kontribut të madh? Jo. Një libër nuk është as pak dhe ai libër nuk mund të ishte bërë nëse nuk do të ishte ndihmesa e Pandi Zdrulit, e Xhaxhi Vaskas dhe e Xhaxhi Gaqit të Zdrulit. Sepse Pandi i mori, i ruajti, fëmijët e tij ishin shumë të vegjël, ishin akoma të pakulturuar dhe të pashkolluar që të dinin vlerat e atij arkivi, dhe pastaj dy vëllezërit të cilët bën të pamundurin që të bëhej libri në 1987. Adrian, të falenderoj shumë për të ndërhyrje, për gjithë shka që solle dhe na u bashkove në këtë bisedë, në unë do të vazhdoj bisedën me Kostikën, edhe në përmjet një galerie foto që do të vazhdojmë të shohim në ekran. Të falenderoj shumë për kontributin që ke dhënë për nxjerrë në pa figurën e tij. Xhaxhi Koci ishte një figurë që mbetet e madhërishme për të gjithë Dardhën. Faleminderit shumë. Ju lutem. Kishim një lidhje nga Dardha e bukur, Adriana Stefanin, një arkiviste, një fotografe, e çfarë nuk është Adriana, sidomos kur bëhet fjalë për Dardhën, ajo ka vetëm një emër, dashurinë e madhe që ka për të. Ne do të vazhdojmë të shohim Kostika foto në ekran e do të komentojmë sepse zbuluam në fakt edhe pasione të tjera. Është një artist i vërtet, jo vetëm një mbledhës folklori. Shohim fotot e tjera në ekran tani? Atëherë, Kostika këtu besoj është Koci bashkë me djemtë e tij. Po, këtu është Koci bashkë me djemtë. Kjo është shtëpia juaj apo është rruga ku? Po, këtu është rruga e shtëpisë sonë, është nga rrugët më të bukura të fshatit, sepse ka pasur 4 balkon, rresht, rruga me drejt. Dhe është me të 3 djemtë e tij. Me Konstantinin, Vangjën dhe Janin. Po, vazhdojmë me foto të tjera. Kjo është një vepër e Adrianës, është një kolazh. Në qendër është edhe gjyshja, Fotinia. Duhet të theksoj që për shkak se gjyshi ishte invalid, ai punonte si këpucar, punonte si berber, por gjithë barën tjetër ekonomike e kompensonte gjyshja me punën e palodhur, qoftë duke punuar në kooperativ, qoftë duke rritur djemtë edhe çdo nevojë tjetër që kishte. Atëherë këtu fillojmë në atë pjesë të fotografive që në aktivitetin e tij artistik, edhe duhet të theksojmë që ai ishte një njeri që bashkohej me çdo moshë, sigurisht kënga e bashkonte më tepër, të rejat nga qyteti, të rejat nga fshati. Këtu janë më të moshuar, me tyre është edhe Petraq Pani. Theksojmë edhe diçka tjetër, mandolinat janë mandolina Gibson, të ardhura nga Amerika. Me moshatar të tij, këtu duket me qartë balkoni, e përmendi edhe Ku Pandi kishte mësuar Struli. kitarën në gjyshi, Kostika?
Mendoj nga kontaktet, Dardha është një nga, si Dardha, Polena, Drenova, Zicisti, janë nga fshatra që përqafuan atë kulturën që gëlonte në Korçë, edhe nuk ishte shumë e lehtë, domethënë për të rënë shumë e vështirë, më saktë, për të rënë në kontakt me kitarën, me mandolinën, nuk e dim se kam filluar, por dim të themi që ajo ka mësuar shumë brezave, që nga moshatarët, ata që ishin 20 vit më të ri ende dhe deri në moshën e fëmijëve ose të nipërve. Ai binte kitarës dhe ajo është mandolin banjo, quhen, dhe një Benji Ustajt. Këtu është një fotografi vetë. Përsëri me shokët në balkon. Vini 1954. Po. Sërish në Dardhë. Këtu është me moshën e fëmijëve dhe të nipërve. Në krah është edhe Pandi Zdruli, nipi i tij që ruan shumë kujtime. Po ndërkohë ai të paktën në bisedat që kemi bërë bashkë, më ke thënë që ka pas një misi me gjithë diferencën e madhe të moshës edhe me Teodor Laçon. Po. Këtu jemi në një fotografi, në krah të tij janë 3 figura, Petrit Skënde, një studiues i fizikës. Fizikant i njohur, figurën e të cilit në fakt Radio Televizioni i Korçës e ka bërë të ditur nëpërmjet një dokumentari që është faqur edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teodor Laçoja dhe Sotir Pani, që unë i kam takuar personalisht, ruanin shumë kujtime për rinin e tij, të dy kujtojnë që gjyshi ishte një lexues shumë i mirë që në rinin e tij romanet e verdha të asaj kohe, ose ishte në gjendje të recitonte pjesë nga veprat e Shakespeare-it. Pra lexonte gjithçka që ka qenë në qarkullim në atë kohë. Teodori më ka thënë që e ka personifikuar edhe në një personazh te vepra Lëndina e Lotëve. Dhe me Sotir Panin ka pasur gjithmonë një këshillim për disa hapa të rrezikshëm që mund të bënte dhe ata e kujtonin gjithmonë. Tani do të më lejosh, dhe është shumë e vërtet kjo që në fakt tha Kostika, Teodor Laço i ka kushtuar një poezi në një prej vëllimeve të tij në kujtim të Kocis Drulit. Poezinë ai e titullon Kitaristi. Unë do të lexoj vetëm 2 strofa, në fakt, poezia është më e gjatë. Të mitur ishim fshatar të varfër, një farsoj. Megjithse ndërmend s'na shkonte sa të varfër ishim vërtet. S'na shkonte. Sonte dua të kujtoj një njeri që iku nga kjo botë, nga kjo jetë, që fati e dënoi me ironi. Atë e kishim mjeshtrin ton, perëndinë e këngës, që na zgjoi meloditë e fjetura, që na rriti në shpirt pemën e këngës, sepse kënga flet e kushdo, dikush duhet ta zgjoj. Kur je 15 vjeç dhe ndjenjat zdi se ku ti vesh, dhe pret t'i bjerë një kamban, këmbana jon ish ai. Kitaristi me këmbë të mpira. Ne u krodhëm në për ujrat e këngës, na thithëm brenda vorbujt e këngës dhe ne laheshim në për tinguj. Po, është një poezi shumë e bukur që ai ja dedikon Kocis Drulit. Po, ka përshkruar gjithë jetën, gjithë natyrën, gjithë thelbin që kishte në të gjitha drejtimet, të gjithë po përmendin se thua fatin e keq, edhe kur kam takuar një të moshuar banor të Korçës, nga mbiemri më njohur tha, Koci thoshte një shprehje, u prem keq. Sepse internimi i tij, biografia e keqe, sigurisht guximi i tij i shpeshshëm, po që ishte diçka që ishte në natyrën e tij. Koci është dënuar me 6 muaj punë të rëndë. Ka qenë 6 muaj internuar në kushte të vështira në Sukth, në Durrës, edhe më pas në Krujë. Vëllezërit e këshillonin që ai të qëndronte në Tiranë më pas, ose ta merrnin me veten në Tiranë, e kam dëgjuar, mirë pa i thosh tani. Por në fakt ai u kthye përsëri në Dardhë. Ngela pa shkollë, çfarë do bëj, dhe ai nuk donte që të largohej pasaj nga fshati. Ne do të kemi mundësi të ndjekim tani një audio, në fakt është zëri i Kocis Drulit. Do të ndjekim në sfond. Data 13 gusht 1974, Formi i treti kampit, me ziu bënë më të hetë që dojnë të tende,
për malë të rinisë e traditës tonë në dave, për kujtime, nostalgji, për ne që përëndojme e për të rinjë, e për dave që së përfiteroje. Jemi Endri Qeko, Novaj Slaqa, Gaji Zrulli, Misal Gabotka, Vanjo Balli, Pite Sotopani, Gjuvi Qanti, Panduj Qere e Unit Koti Zrulli. Më the pak më parë që ishte vërtet shumë i guximshëm sepse lexonte dhe romane të ndaluara. Ato i ka lexuar në rinin e tij dhe i shërbyen për atë formimin edhe atë botëkuptimin, por babai thosh një nga gjërat më të shtrenjta që kishin në shtëpi ishte radioja, të cilën nuk lejonte që t'ja prekte dikush, dhe me zë fare të ulët ai dëgjonte zërin Amerikës. Ishim në kufi, greqisht kuptonte, dëgjonte radion greke dhe arrinte të kuptonte shumë gjëra dhe madje shumë gjëra ka pasur guximin që edhe i ka shënuar, I ka mbajtur shënim në ditar. Ndërkohë ka punuar edhe si psallë deri në vitin 1967. Është edhe nga kujtimet e babait, babai më tregonte edhe vendin ku qëndronte kur ishte në psallë ose kur ishte në kor. Kosta Suljoti ruan shumë kujtime të tijat edhe shumë kujtime kur këndonte bashkë me babain e tij. Zërin e kemi të trashëguar, zërin Kumbues, edhe thamë që ai gjatë gjithë jetës ishte një besimtar i mirë, i virtytshëm dhe i përkushtuar. Në takimet që kemi pasur bashkë më ke treguar që ndoshta një nga arsyet që ai filloi të punonte seriozisht për mbledhjen e folklorit mund të ketë qenë fakti që ngjitur me shtëpinë tuaj ishte dyqani i fshatit. Dhe banor nga fshatrat, nga zonat përreth, vinin aty për të bërë pazarin. Aty Koci edhe pak natyrë kurioze takonte këdo duke e pyetur. Kështu filloi dal nga dal, jo vetëm të njihej, të bisedonte, po dhe të mbante shënime. Kjo mund të jetë fillesa e punës së tij si mbledhës folklori? Në fakt është më herët se kaq. Sigurisht për çdo mbledhës etnograf, folklorist, terreni është gjithmonë gjë më e nevojshme, puna e parë. Ai në shënimet e tij dhe në një biografi që i dërgon Zini Sakos, me të cilin ka pasur një korrespondencë shumë të gjatë për botimin e veprës, në biografia i tregon që duke qenë se tashmë ishte invalid dhe nuk mund të punonte dot si të shkonte gjyqja në kooperativa, po të shkonte diku tjetër, kishte gjetur mënyra të tjera. Atë, si thua, atë pasionin që i ngeli deri në fund të jetës, në anën tjetër e përsosi për ta kthyer në një profesion. Jemi në Dardha, aktiviteti folklorik ka qenë shumë i madh, madje Dardha nga fotografi që do shfaqen edhe më pas, ka qenë përfaqësuese në shumë festivale folklorike të rrethet dhe gjyqi ka qenë pjesë e tyre. Më pas, duke qenë në kontakt me të gjithë ata fshatarët që vinin nga fshatrat për rreth, ai të gjithë i kthente jo vetëm në miq, por edhe në informator. Dua të përmend si fillim që mamaja e tij Fotinia, gruaja e tij përsëri Fotinia, por edhe vjera e Vasilit, Viko Çeku, janë ndër informatore që përmenden shpesh në shënimet edhe në fletoret e tij. Tani, informatorët kanë qenë pafund nga të gjitha zonat. Tani të shohim pak se këtu Kostika na ka vënë në dispozicion disa fletore, këto janë disa fletore. Në fakt do fillonim që nga bloku, e mira do ishte nga bloku. Ky është një blok të cilin ti e ke gjetur në shtëpi, ku ai e mbante gjithmonë me vete edhe për shkak të faktit që është një Tani, u tha edhe këtu që ai ndonse pa shkollë e përsosi metodologjinë, e përsosi në fillim duke rënë në kontakt me profesionistët,
Nuk është vetëm folklorist dhe etnograf, ka punuar dhe ka ruetur kontakte me specialistë të institutit të cilët do t'i përmendum pak më vonë, po kështu ka filluar, mbante një blok me vete, shkonte në pothuajse në gjitha fshatrat e Devollit të Sipërm, që do thotë të përmendim Arzën, Sinicën, ndoshta fshatrat e tjerë, Qytezën, Sulin, Mirasin, Hoçishtin, Dardhën po, sepse ishte shtëpia e tij. Kështu që tek të gjitha këto ai pavarësisht edhe problemit që kishte fizik, shëtiste dhe takonte njerëz, ose më sakt, preferonte më shumë të shkonte në gëzimet e tyre familjare, pra në dasma, po pse jo edhe në raste vdekjesh. Po. Këtu është në këtë teren, në këtë teren, ai filloi të mblidhte fjalë, shprehje frazologjike, doke, zakone, besime, bestytni dhe më pas të gjithë folklorin që është i klasifikuar dhe i përfshin të gjitha gjinit e folklorit. Tani, a mundet ta zbulojmë dhe këtë, Kostika, kjo është ajo vepra për cilën në fakt foli dhe Adriana edhe Pandi, që është e vetmja, në fakt, që është fruti i punës, po kjo nuk do thot që nuk ka ende për të botuar, se ka ende për të botuar. Për fat të keq është botuar pas vdekjes së tij, ai nuk ka mundur dot ta shohë të realizuar ëndrrën e tij të madhe që një libër të jetë me emrin e tij, po është folklor nga Devolli i Sipërm, nga Koci Zdruli, e botuar pas vdekjes së tij, dhe këtu mund të gjesh pikërisht këngë, pra mund gjesh nga gjitha gjinit, filloj që nga ninullat, nga këngët e dasmave, nga vajet, pra këngë epike, pra janë gjagjëza, pra edhe pros në të njëjtën kohë, për shembull, mund të lexoj nga Dardha ka më shumë, po nga Ziçishti për shembull, do të los të ritem pas lumit do shtitem, të bie të mos vritem. Ga, 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 la, 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 si ky djalë kë nuk ka, as këtu, as më dynja. Të tilla mund të gjesh pa fund, shumë interesante, Ziçisht kryesisht dhe Dardhja në këtë libër. Gjyshja ime ishte nga Ziçishti. Që kishte mundësi. Kujtimet janë të shumta edhe nga kushërinjtë e tjerë, kur gjyshi shkonte në Ziçisht, kur ishte pjesë e dasmave, si pjesë e krushqisë ose që shoqëronte, në dasma të tjera në fshatra përreth të Devollit dhe ishte i kudo ndodhur. Pralla dhe fabula është pjesa e dytë në fakt e këtij libri, ku Koci ka mundur t'i mbledh, t'i shkruaj pikërisht në atë bllokun që e mbante me vete, ka një pjesë të madhe, e cila mbyllet kalon me një pjesë tjetër me anekdotat nga Arza, nga Sinica, nga Dardha, kryesisht. Pastaj pjesa tjetër e këtij vëllimi vazhdon me fjalët e urta, janë në fakt 800 të botuara në fjalorin e madh me fjalë të urta të popullit shqiptar në librin. Janë rreth 800 fjalë të urta. 800 fjalë të urta. Atje është përzidhur pjesa më thelbësore, sepse vepra volumi nuk e lejonte që të përfshieshin të gjitha, janë rreth 200. Dhe pjesa tjetër vazhdon me gjagjëza. Vazhdon me gjagjëza, shumë interesante. Edhe këtu ka një pjesë të madhe, një pjesë të gjagjëzave, sepse duket që Koci Zdruli ka mbledhur shumë gjagjëza. Është i vetmi libër. Është ajo ëndra që nuk mundi do ta prekte, po kjo nuk do të thotë që ju ende nuk keni materiale të Kocit, sepse çdo ditë në shtëpi Kostika ti gjen. Fatmirësisht duke kërkuar e gjeta lehtësisht, Vasili në momentin kur ka shkuar të dorëzoj materialin në Institutin e Folklorit, ka mbajtur një inventar dhe vetëm fletore që janë dorëzuar në arkiv janë 2226 fletore, me të gjitha gjinit që përmendëm, janë përzgjedhur një pjesë, janë pjesë e vëllimit të librit, pjesa tjetër është në arkiv, por duhet të theksojmë edhe diçka, siç e tha Adriana, që gjatë gjithë jetën e ka kaluar duke shkruar, pjesa më e madhe janë rishkruar, sepse nga libri i xhepit ka kaluar në fletore, nga ato fletore me laps ka kaluar në pjesën tjetër me penë,
por janë edhe disa materiale në mjete me rrethanore, ne kemi aty në materiale që kam sjell, në një fletë regjistri janë të shkruara pralla. Po. Ja, ta hapim atëre njërën? Po, kjo është një letër makaronas, një letër mbështirëse. Dhe Adriana. Ja ta hap, është kudo ku gjente letër, ai shkruante, sepse kjo ishte në fakt i vetmi pasion, dëshirë, punë që ai bënte me kaq dëshirë, është shumë interesante se si një mbështjellëse makaronash i shërbente atij për të shkruar gjithçka. Dhe të tilla Kosti thot që ne gjejmë në shtëpinë tonë. Një nga sfidat më të mëdha në mbledhjen e folklorit është mbledhja e prozës popullore, sepse ka një volum shumë të madh. Po, atje kemi Kjo është një fletë regjistri që ai e ka shfrytzuar për të shkruar. Janë njerëz të jashtëzakonshëm këta me këtë pasion të tillë që shkruajnë kudo. Duke shfletuar për herë të parë fondin që më la në dispozicion Xhaxhi Vaska, përveç të tjerave duke u çlodhur pak, si thuaç, kam menduar këtu vlen edhe si koleksion i mjeteve të asaj kohe. A mund t'i tregojmë pak, shiko, kjo është një fletë nga një paket cigare. Nga një paket cigare, ku ai e shfrytëzonte për të shkruar. Ja. Ky është shkrimi i Kocis Drulit, e çfarë nuk gjen. Tani kemi dhe një tjetër, një kryq i kuq. Kjo është një fletë e kryqit të kuq që ai e shfrytëzonte nga ana tjetër për të shkruar. Në fakt kështu ndodh me gjithë mbledhësit, sepse ata duhet shfrytëzojnë momentin për ta kapur pikërisht poezi, për kapur prallën, gjagjëzën, fjalën e urtë, duhet ta shkruajnë aty në moment kur dikush është duke e cituar. Ka pasur mjaft kohë në fletoret e tjera, ka pasur mjaft kohë të shkruaj serenatat, të shkruaj këngët e huaja që këndonin këngët italiane, këngët serenatat koçare, këngët greke, po ka pasur mjaft kohë, ose ka ardhur në vitet 50 Lucia Miloti, ka pasur kohë të mjaftueshme për të mbajtur shënim këngë shkodrane, të cilat i këndonin dhe u mësovi dhe të tjerëve. Nuk e di. Ndërkohë, është shumë interesante se në familjen tuaj ju keni mundur që të identifikoni dhe një letër këmbim të Kocis Drulit me Institutin e Folklorit, por në të njëjtën kohë dhe me Institutin e Historisë dhe Gjuhësisë. Më ka bërë shumë përshtypje me profesorin e nderuar akademikun Androkli Kostallari, një letër këmbim i tij. Tiranë në 24 prill 1963, shokut Kocis Druli në Dardhë. Materialet tuaja leksikore u vlerësuan. Ndërto, ka edhe materiale që nuk vlejnë për kartotekën e leksikut të Shqipes. Presim prej jush fjalë të ralla duke ju përmbajtur udhëzimeve që ne ju dhamë. Ky është momenti kur ka filluar, unë kam gjetur në disa fletë të shkëputura nga një manual i metodologjisë, i mora nga Miço Samara, leksikografi i njohur, i cili është nga Zicisti, mi dërgoi Androkli Kostallari. Dhe në këtë mënyrë ai në mënyrë autodidakte, duke arsimuar, duke rënë në kontakt nga ana tjetër me specialistët dhe e përsot si metodën për të gjetur ato që ishin vlerat më të ralla dhe më të çmuara. Një tjetër letër këmbim i tij me Akademinë e Shkencave dhe me Institutin e Folklorit i përket datës 27 mars 1975. Autorizohet shoku Kocis Druli, bashkëpunëtor i këtij instituti, të mbledh ashtu siç ka mbledhur materiale folklorike në zonat Dardhë, Miras dhe Devoll. Këngë dasme, dashurie, kurbeti, vaje, motmoti, rite e të tjerë, gojore e muzikore të incizuara. Lutemi t'i jepet ndihma nga organizatat e partisë dhe pushtetit në këto zona. Pra merrte dhe lej për të punuar, por nga ana tjetër me këta njerëz të nderuar, me këta profesor të nderuar, akademik të nderuar, ai mbante një lidhje të ngushtë dhe gjithçka që mblidhte i dërgonte pranë institutit dhe më pas ato botoheshin. Pra ka një kontribut i jashtëzakonshëm, mund të lexosh pafund letër këmbimin e këtij njeriu që ka ditur ta ruaj me shumë kujdes. Po, është e vërtet që ju thatë. Në një nga kumtesat
për një sesion shkencor për vlerat kulturore të fshatit Dardhë. Dritroa Golli ka shkruar kumtesën Unë e dua Dardhën, përmend atje shumë vlera, dhe mes të tjerave thotë që në fund shkonim në shtëpinë e Kocit dhe nxirte ato fletore dhe më tregonte atë nektarin e mbledhur. Është e vërtet, në fakt Dritroa Golli në pjesën Unë e dua Dardhën, ndër të tjera thotë: unë zura shumë shok nga Dardha, Endri Kekon, Sotir Velon, Teodor Laçon, Sofokli Thimion, Vaskës Zdrulin dhe dashuruesin e këngës popullore të Devollit, Koci Zdrulin, që tani nuk jeton. Koci pa të mbledhur shumë këngë popullore, duke udhëtuar fshat më fshat, që nga Dardha deri në Cangonj, tej e tej Devollit. Edhe kur shkonja në Dardhë, ai më merrte në shtëpi dhe më tregonte fletoret e mbushura me këngë. Pastaj ne këndonim. Shumë e bukur, kujtimi i të madh i Dritroa Golli. Do të shohim tani të tjera foto dhe flasim për momente të tjera të jetës të Kocis Zdrulit. Këtu jemi në Gjirokasë, në kohën kur edhe u dekorua me urdhrin Naim Frashi. Pjesë e grupit është edhe folkloristi i njohur Ali Kondi. Valltari i njohur? Këtu janë në Korçë me talentet e reja, përsëri me Ali Kondi. Këtu është një nga në pjesëmarrjen e grupit të Dardhës në festivalin folklorik të Rethit. Nuk ishte kuptim si të mos ishte dhe Koci. Pra, të mos ishte pjesë e grupit. Është pa diskutim fakti që ishte mbledhësi folklorit e bënte atë edhe pjesë e grupeve folklorike, të cilat pastaj merrnin pjesë veçanërisht në një nga eventet kryesore, festivalin e Gjirokastrës. Po. Edhe këtu besoj jemi në Tiranë, institutin e folklorit. Këtu është në krah të tij, zotëria ngjitur, është Zini Sako me mustaqe, në të cilin e përmendni që ka pasur një letër këmbim. Kjo është foto shumë e bukur dhe në fakt kemi përzgjedhur disa sepse Koci ishte njëri që e donte shumë të bukurën. E donte shumë të bukurën, e donte shumë fotografin, e përmendem që Niko Stefani ka ruajtur shumë fotografi. Fotografi njohur, babai Adriana Stefani. Po, babai Adrianës. Kam qenë në momentin kur po identifikonim këto personat që janë në foto dhe Violeta Zengo, mamaja Adrianës, kujtonte të gjithë emrat me një kujtesë absolute. Dhe më pas unë kam gjetur foton me shënimet e gjyshi dhe më bëri përshtypje gjyshi është më i madhi me diferencën më të vogël nga të tjerët, rreth 15 vjet, të tjerët janë 22, 20, 18, 17, duken më të mëdhenj se janë kostumet e tilla që janë burrërore, por ishte i pranishëm në këto momente të veçanta. Duket edhe në përpjekja që është vepër e Niko Stefanit dhe unë kur e kam parë, vërtet ka qenë rreth moshës 30 vjeç kur e kam parë jam maknitur. Këtu është në moshën rreth 30 vjeç. Një kishte qejf gjithmonë fotografit. Pranë shtëpisë së tij. Ky është dekorata me motivacionin. Po, dhe në fakt na i ka vënë në dispozicion Kostika, dua ta lexoj. Në vitin 1973, Presidiumi i Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në ato vite i jep Koci Pandi Zdrulit medaljen Naim Frashëri për kontributin e rëndësishëm në interpretimin dhe përhapjen e krijimtarisë folkloristike të popullit ton në shërbim të edukimit të masave. Kjo është dekorata e tij që e shihni edhe në ekran. Nga që Zdruli bëri një përpjekje për të marrë kopjen, sepse shtëpia kishte një probleme çatin dhe u dëmtua, si thua, kopja origjinale, prandaj lexon kopje, por është e njësuar me origjinali. Po. Ne do të ndjekim tani një intervistë që kemi realizuar me Kostë Suljotin. Cila është lidhja juaj me të, Kostika? Kostë Suljoti e ka njohur vetë Koci Zdrulin, por babai i tij ka qenë shok me Kocin, kanë kënduar bashkë në korin e kishës. Kosta më ka treguar që kanë pasur një miqësi shumë të mirë dhe, si të thuash, ndani me njëri tjetrin ato të fshehta që nuk mund të thuheshin diku tjetër. E ndjekim atëherë. Ishte një pjesëmarrës aktiv i korit të kishës ortodokse të Dardhës, kishës së Shëngjergjit,
ku së bashku me atin tim ishin bazamenti kryesor i korit të kishës. Atje këndoj, jo me vetëm një zë, po këndoj me 2 zëra, dhe ditët e djelave, kori i kishës së Dardhës ishte me të vërtet një koncert i bukur që ndiqe jo vetëm nga bashkëfshtatarët besimtar, po dhe nga të gjithë kampistët që vinin për pushime në Dardhë. Një cilësi e tjetër e Kocit ishte edhe oponenca që kishte me kooperativizimin e fshatrave malor në ato vite. Ai mbeti individ dhe nuk hyri asnjëherë në kooperativ, sepse e jetoj dhe e kuptoj, sidomos në kohën e tufëzimit, ku thika e vështirësive të jetesës kishte arritur kockën e fshatarëve të Dardhës, se kooperativa kishte marrë fund në ato vite dhe përdorte edhe një farë ironie në bisedat të ngushta. Ironia e tij ishte individi syti ndriti, ose ironizime me kuadrot e asaj kohe të fshatit, të cilit e ngrinin në pjedestal edhe tufëzimin e baktive. Karakterizim që i kishte bërë një punojse e Institutit Kulturës Popullore vepër së tij. Ajo shkruan: Koci bashkëbisedon me brezat nëpërmjet kujtimeve të tij, përmes fondit të tij të pasur, përmes botimeve, duke shërbyer si medium i efektshëm midis të shkuarës dhe të ardhmes. Ndërsa tani do të kemi mundësi të ndjekim një intervistë me zotin Kiço Zdruli. Kostika? Si që thash, genealogjia është shumë e zjeruar në përshkrimet e Ligor Zdrulit dhe, si të thuash, brezat ndahen që në brezin e tretë, familjet ndahen. Kolja kishte 4 djem, një nga djemt ishte... është pjesë e familjes tuaj. Është pjesë e familjes. Po, ajo që është interesante është që gjyshi është marrë dhe ka hartuar dhe genealogjinë e familjes Zdruli, që është një punë shumë voluminoze. Po. Ishte pjesë e, si të thuash, e dëshirës së tij në kontakt me më të moshmit, edhe siç e përmendëm, ai e ka mbajtur në mënyrë të hollësishme nga Ligor Zdruli. E ndjekim atëra. Koci ishte një nga djemtë e Pandit dhe Fotimis Zdrulit. Më kujtohet që në fillim shtëpinë e kishin afër shtëpisë së gjyshit tim të Zdrulit, po fatkeqësisht fashistët italianë vadogjen. Atë ditë dogjen edhe dyqanin e vishnjës. Mbas kësaj ngjarje, ata u shpërngulën dhe vajtin në një shtëpinë e kroi fshatit. Në pjesën e sipërme ishte shtëpi dykaçe, në pjesën e sipërme e përdorën për të ndenjur, kurse poshtë bën një dyqan që vazhduan zanatin e tijatit që ishte këpucar. Koci, përveç se punohi këpucar, ajo mësua edhe për berber. Gjithashtu, kishte edhe një vinty që i binte shumë mirë kitarës dhe benxhas. Ishte shumë i interesuar që të rinjtë t'i mësonin këto vegla muzikore edhe kanë ndihmuar shumë. E një nga këta kanë qenë edhe unë që kanë ndihmuar për të mësuar. Me anën kulturore, Koci është marrë shumë edhe me organizimin e festivaleve. Ishte shumë i interesuar edhe jepte edhe këshilla, më kujtohet kur u thoshte busqeshje, se kjo është Chelsea fitores. Koci bashkë me Vangelin e Lazorit me fisarmonike dhe Thomane Melkës me jazz, krijuan një orkestër të shumë të dashur për Dardhën. Bëheshin shumë mbrëmje në sallën e shkollës. Edhe
ishte një pjesëmarrje shumë e marrë nga të gjitha moshat. Koci ishte pjesëmarrës në shumë serenata dhe piknike. Më kujtohet kur isha i vogël që dinin serenata dhe këndonin atë këngën kur rana del dhe ndriçon, gjithë botën e gëzon. Koci e deshte shumë dardhën. Ai deshte që Dardha të mbetes e fshat turistik. Po kishte edhe një merak tjetër që të kishte energji elektrike për 24 orë. Elektriku thosh e fuqizon Dardhën thotë dhe e bën më të kulturuar. Koci kishte një veti që i bente njerëzit për vete. Edhe kishte dashurinë dhe respektin e të gjithë njerëzve. Po një nga punët kryesore të Kocit që nuk u dukeshe në realitet, ishte mbledhja e folklorit. Me Kocin, familja time ka pasur marrëdhënie shumë të mira. E më kujtohet që Koci gjithmonë mbante një fletore dhe një kalem me vete. Edhe sa herë vinte në shtëpinë tonë, diskutonin dhe regjistronte ato këngë që mamaja time i dinte. Koci ka bërë një punë shumë të madhe në këtë drejtim. Ka takuar me mira njerëz për të mbledhur folklorin. Tashi, nga jeta e Kocit, mua më kujtohen 2 evenimente. E para është kur u bë kooperativa në Dardhë. Koci atena pati një sekëlldi sepse i morën gjysmën e bashës me pemë frutore që kishte. Edhe kur ardhi një nga ne, u hap ky muhabet, edhe Kocin e kujton kur thoshte që ploqës do t'ja tregojnë tësh. Iku koka thosh, iku dhe këmbët. E kishte fjalën për ploqën për gurin e varrit. Kurse për kokën dhe këmbët e kishte fjalën për berberin edhe riparimin e këpucëve. Më vonë e dyta ishte që Koci kur e kam takuar në një moment që sa kishte marrë një lajm nga Instituti i Folklorit, edhe më tha që nuk duan të ma botojnë në librin, po duan ta botojnë, tha sikur është puna time, tha, është puna e folklorit, e Institutit Folklorit. Edhe kjo e kishte sekëldisur shumë Kocin. E nga mendimi tim, unë them se Koci ndroi jetë nga kjo sekëldi që pati për mbosbotimin e librit të tij me tëra të punë të madhe që kishte bërë. Kostika, përveçsisht unë në fakt edhe atyre që patëm mundësi të kishim në lidhje të drejt për drejt, i pyeta për sa i përket mënyrës se si është të vlerësuar gjyshiot. E ndjen që ka ende në fakt për të folur, për të shkruar, ka ende shumë materiale, familja juaj ruan një arkiv të pasur. Në të gjitha gjërat sa tham dhe sa kam dëgjuar, një lloj vlerësimi e kam marrë duke ju cituar emri si një nga informatorët në të gjitha periodikët që janë bërë nga Instituti Folklorit, sipas gjinive. Kam marrë një vlerësim në Gjirokastër. Vepra u botua me shumë përpjekje rreth 8 vjet më vonë, me ndihmën e Alfred Uçit, me ndihmën e Riza Hysos, do të thënë me kontributin shumë të madh të dy vëllezërve, Vasili dhe Gaços, por përsëri është shumë pak. Kur kam njohur profesor Agro Xhagollin, jam prezantuar, unë jam Kostika Zdruli, dhe ai drejt më tha, çfarë lidhje ke me Koci Zdrulin? Më tregoi të gjithë historinë, e kishte njohur, kishte shkuar në shtëpi, gjinte të gjitha rrethanat e jetës, dhe tha, kemi bërë atë që ishte e mundur, po pas botimit të librit, ne kemi marrë sërish kritika pse e botuam librin.
Adriana përmendi atë korespondencën me Zini Sakon, ndoshta s'ka qenë gjithçka në dorën e Ziniut, sepse kur kishte një biografi të keqe, ishte diçka e vështirë që të botojë vepra. Si të thuash, edhe nuk ka marrë atë vlerësimin e duhur dhe nuk është njohur e gjithë figura e tij me gjithë puna e tij. Ndërkohë, Kostika, ti ke fatin që të trashëgosh zërin nga gjyshi dhe ke një ëndër. E ke pasur një ëndër, e ke një ëndër, ende ne do të shohim një foto tani që në fakt Kostika e ka montuar vetë, e ka realizuar. Është një ëndër për një duet të paralizuar. Po. Shumë njerëz më pyesin që i ke ngjarë gjyshit, jam krenar. Sigurisht ditë të them duke njohur sa më shumë figurën, me inteligjencën dhe me gjithë kontributin, është shumë e vështirë që ti ngjasësh atij në gjithçka, është e pamundur që ta arrish këtë gjë. Megjithatë, ëndra ime ka qenë që unë sa mi do ishte sikur ta kisha njohur, të më mësonte edhe mua kitarën, siç u mësoi gjithë brezave, edhe pse jo të këndonte edhe me mua. Unë linda rreth 10 vjet pasi kishte ndruar jetë. Fëmijët e tij ishin ende në moshë të re. Dhe kjo ishte një nga ëndrat e mia. Dhe madje ke thurë dhe një poezi sot e ke marrë që ta recitosh, do ta ndajmë me publikun. Jam rikthyer kësaj poezie me rastin e 110 vjetorit të tij, dhe janë vargje dhe mendime të hedhura në harkun kohor 2007-2026. Ëndër për një duet. E mblodhe folklorin o gjysh, ndonse kise pak shkollë. Miqve të tuaj vjen ndërmend, si simëtare mendje holl. Durim kise ti o gjyshi him, që të punoje për këtë vepër. Tani e shkruar as ka më frikë, është e shkruar qartë në letër. Të kujtoj në miqtë e tu të vjetër, sa herë ke qenë me ta tokë. Si nuk i jemi në një kohë tjetër të shihja, edhe të kisha edhe unë shok. Laps dhe karte i përdor pak, mandolinën e mbaj në mur. Me kitare këngë në goj, unë i përmalluar të kujtoj ty. Kostika, sigurisht që të janë emocione që ti ke përjetuar edhe për shkak të një mungese. Po. Që do doje, po ndoshta sot me anë të mjeteve të ndryshme kompjuterike mund të realizosh një duet të cilin e ka ndëruar prej vitesh. Ne urojmë vërtet që ta realizosh. E në fund të kësaj bisede, sepse të flasësh për njerëz të tillë ka shumë, nuk e di, nuk duaj që ta zbulojmë edhe këtë punë që... Po, këtu është inventari i gjithë veprës së tij? Po, që është botuar, është dorëzuar në Institutin e Folklorit. Që është një inventar i pasur, i gjithi ka punën e tij hulumtuese me vjetra këngë të folklorit. Të mendosh që janë 2226 fletore. Fletore, të cilat ende kërkojnë të zbardhen. Ndërsa ky është një pjesë e ditarit, ka ende pjesë të ditarit të pa botuara. Po, janë pjesë të tjera të pa botuara, kjo është merit e zotit Vangjo Ilo, që ka bërë një punë për vlerat e dardharve. Megjithatë ka ende punë për të bërë. Kostika, unë të falenderoj që na solle figurën e Kocis Drulit në këtë bisedë, për gjithçka që na ofrove. Natyrisht nuk do mjaftonin këto minuta të këtij emisioni që kemi në dispozicion, sepse siç e the edhe vet, janë mbi 2000 fletore që duhen zbardhur, duhen punuar me kujdes nga specialistët dhe pastaj pse jo të shohin shumë shpejt dritën e botimit. Urojmë vërtet që kjo të ndodh, se natyrisht kërkon jo vetëm impenjim, por kërkon edhe një lloj financimi. Të falenderoj shumë për gjithë shkandave, të falenderoj që edhe si qytetare që ke ditur të ruash duke treguar respekt për punën voluminoze të gjyshit tënd paraardhësit të familjes Druli, se është një pasuri edhe për popullin ton. Ju falenderoj nga zemra si staf, si televizion, të falenderoj nga zemra për gjithë prezantimin dhe përshkruan jetën e tij, dhe falenderoj nga zemra të gjithë ata që e ruajnë ende në kujtimet që kanë në zemrat e tyre, edhe të gjithë ata që i ndan kujtime sot me ne. Faleminderit, ne të urojmë suksese në rrugën tënde të artit.
Faleminderit. Mirë, kemi folur sot për një figurë të jashtëzakonshme, si Koci Zdruli, do të rishihemi sigurisht të martën e ardhshme me të tjera histori. Natën e mirë për sonte.